Kryeministri Edi Rama në podcastin e radhës Të Flasim pati të ftuar të rinjtë të FRPD të Vlorës. Gjatë vizitës së tij në Vlorë pak ditë më parë, Rama zhvilloi takim me 100 të rinj demokrat, takimi i cili mori shumë vëmendje dhe pati reagime dhe nga FRPD e Vlorës. Gjatë intervistës së tij, Rama ka thënë se cilësia e demokracisë nuk varet nga sa je dakord, por nga mënyra se si nuk je dakord. Mëtej ai theksoi se nuk ka nevojë të jesh pjesë e një partie kur sheh që gjëja është këtu sot. Ka momente që edhe kura më e mirë për partinë që ke, simpatin të thuash, unë këtë herë nuk ta jap votën, nuk ndryshove dhe nuk ta jap votën. Kjo nuk është luftë, as përpjekje për të poshtëruar njëri tjetrin, është një ndeshje demokratike, tha mëtej Edi Rama. Edhe bisedat jashtë betejës janë normalitet. Mund të ulesh pish kafe, jemi kundërshtar, s'ka problem. Kjo është një lloj kulture që vendi më i pamundur që më zhdukur mua që mund të mbillej kjo është Vlora, po mbase pikërisht aty ku është më e vështira, aty mund të mbillet kjo lloj kulture të paktën mes atyre që janë më të rinj, që të fillojnë të kuptojnë që nuk është as luftë, as përpjekje për të asgjësuar ose për të largëqollë poshtruar njëri tjetrin. Kjo është një ndeshje demokratike ku bashkëtesa duhet jetë, sepse unë e them gjithmonë diçka që e kam dëgjuar dhe pëlqyer shumë, që cilësia e demokracisë dhe cilësia e jetës në një bashkëtesë, organizat, shtet, familje, nuk varet nga sa shumë je dakord, po nga mënyra se si nuk je dakord. Profesionalisht në një ftesë më para në Partia Socialiste, përkundrazi ta quajmë persekutimin ata kanë ardhur, edhe është turp domethënë vin PD-ja persekuton PS-n, vin PS-ja persekuton PD. Po si shumë e frikshme. Kur thua persekutim, çka ke parasysh për shkak? Shko, Imat është oficer policie. Momentalisht ka 2 vite. Në 2013 një Savini ishte në punë. Imat nuk di të bëjë gjë tjetër përveç se ka 3 vite që ka mbaruar atë Akademinë e Rendit, domethënë. Se po të flas në histori personale, domethënë që si mund ta ishte ti për shembull një doktor kur të jetën e tij ka shpenzuar, ka investuar te ai profesioni i tij. Dhe Imat ka investuar te profesioni i tij si oficer policie, nuk thosë se ka ndonjë gradë të shkëlqyer, sepse ju e dini shumë mirë si ka funksionuar Shqipëria, por ne ndelëm pa punë. Më thuaj mua ti ç'a mund të bëjë një familje demokrate, për shembull si mund të doj Partinë Socialiste. Kur ju e ishni në punë, një pedagog për shembull, ju arrerova dhe historinë time. Unë dilja në proteste, am tha mua, ty do të ndel thasë me PD-n. Edhe më ndeli. Më kupton? Duhet të shuhet kjo gjë. Është shumë e frikshme, domethënë 2025 domethënë të merremi PD PS, duhet të merremi me Shqipërinë. Unë ta thash edhe ditë që dëgjova, unë jam vjen turp domethënë nga këto histori. Fatkeqësisht këto histori nuk kanë mbaruar në nivelin vendor, sidomos aty ku është gjëja e ngushtë, domethënë ky ai, unë ai, kjo ajo, këta ne etj, se unë e kam vënë re dhe sidomos aty ku ne kemi mbështetje, si thush, ku njerëzit tonë ne këtu e fitojmë. Dhe aty ku njerëzit mendojnë që ne këtu e fitojmë, aty mbyllen më shumë se sa për shembull në të tjera situata ku betejë është më e hapur, atëherë ti përpiqesh të marrësh, siç e keni bërë ju e keni qenë të hapur për gjithë, sepse keni dashur të akumuloni sa më shumë njerëz në një situatë ku niseni në dizavantazh. Kurse në një situatë ku ka një avantazh të akumuluar nga koha, tendenca fatkeqësisht shkon deri në këto lloj shfaqjesh që janë skandaloze. Në nivelin e përgjithshëm, po themi, këtu në Tiranë nga qendra ne kemi hequr këtë flamë, por ku shkon deri poshtë, çfarë lidhje ka, si mundet domethënë.